drejtësisë. Shiko, rasti Veliajt si kryebashkiak nisi fillimisht si hetim dhe përfundoi me një krizë politike. Të gjithë e dim mënyrën si u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak për të shkarkuar Erion Veliajn dhe ana procedurale, edhe pse Erion Veliaj kërkoi të merrte pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, nuk u lejua, me arsye nga më të ndryshme dhe nuk e lejuan. Në këtë moment futet një precedent për një titullar kaq i lartë i qeverisë vendore, siç është Erion Veliaj. Debatet ishin të shumta dhe ndërto një nen që e futën ata për shkarkimi ishte neni 64 i qeverisjes vendore. Ndërkohë që hezitohet dhe thuhet, ka dyshime se mund të ketë shkelje të neni 113 të kushtetutës. Fakti që u ankimua nga ana e Veliajt, sepse ishin dilema do të ankimoj, do ta lëri, Erion Veliaj e ankimoi. Do shohim çfarë do ndodh në gjykatën kushtetuese. Jo, është veçantë kjo zonja Jorgoj që sigurisht është zoti Veliaj, Veliaj do jetë nesër prezent aty, se kjo është më do jetë pozitive nëse Erion Veliaj do të jetë prezent në gjykatën kushtetuese. Jo, është vendosur ka drejtoria e burgjeve ka konfirmuar. Atëherë kjo është shumë pozitive për Erion Veliaj, sepse Erion Veliaj do arrit të shprehë veten e tij, arsyet e tij dhe të shprehë gjithçka për të cilën ai kundërshton shkarkimin e tij. Por është pika kulminante e gjithë pjesës së krizës politike që shkaktoi çështja në hetim. Është i pari funksionar i majorancës që ka hedhur në gjyq kryeminist. Po, është i pari dhe është precedent ky. Ky nëse gjykata kushtetuese me vendimin që do marrë, dhe nuk e dim se çfarë vendimi, se mund të jetë pro Veliajt, kundër Veliajt ose mund të jetë shtyrje seance. Këtë më shpjegohet. Çdo të them pro Veliaj, kundër Veliaj është shtyrje seance. Pro Veliaj është që do të thotë që të pranoj ankimimin e Veliajt, që do shkarkimi është i palishëm, sepse unë kam munguar 3 muaj në punë për shkak jo të vullnetshëm, sepse është për shkak të mas sigurisë. E dyta, shkarkimi mund të jetë në favor të qeverisë, domethënë që është i drejtë. Dhe jap rrugën zgjedhjeve, por është diçka, nëse neni 113 që thotë shkarkim për shkelje të kushtetutës dhe të ligjeve, do të jetë kompetencë gjykatës, domethënë, nëse është shkelur neni 113, i bie të jetë kompetencë gjykatës kushtetuese. Nëse do të bazohet në nenin 64 të ligjit për qeverisë vendore, mund të shpallë mos kompetencë gjykata kushtetuese ta çojë gjykata administrative, çdo gjë bavaki, ose mund të ketë shtyrje të seancës. E them unë kështu më mor kur ka situata të tilla them zë makina, unë se kuptoj fare këtë çfarë. Atëri do ketë, domethënë, nëse do të jenë këto variante A, B, C, D, në të gjitha variantet, gjitha skenarët, atëherë do të kemi një krizë të fortë institucionale. Pastaj do kaloj te ju. Ti si e parashikon vendimin? Unë parashikoj shtyrje të seancës. Do jetë kalvar shtyrje. Do s'ka zgjedhje në Tiranë. Mendoj se po. Nuk do të ketë zgjedhje në Tiranë. Unë mendoj se po. Unë kështu e parashikoj. Okej, do kemi mundësi. Zoti Kameri, për ju? E njëta pyetje. Po, nëse unë flas si avokati që mbron zotin Veliaj në gjykatën kushtetuese do krijoj skemen për të shtyrë seancën, sepse vendimin e Kjo intereson, vendimin e pezullimit të shkarkimit të zotit Erion Veliaj e ka në dorë. 1, e dyta punës nëpërmjet shtyrjes avokati siguron po do sigurosh forcat lobuse për zhvillimin e gjykimit, do siguroj domethënë aleancën e majorancës. Kjo intereson zotit Veliaj. Kjo intereson mbrojtjes së zotit Veliaj. Zoti Veliaj do të shpërthej, të deklarojë. Po pse shkon nesër ai aty? Kur do avokati synon shtyrën e seancës? Do shkoj se është saktuar data e seancës, tash është si problemi i digës, do hapësh një vrim të vogël, pastaj do bësh pak më të madhe, pastaj do thesh digën. Pra kështu domethënë është strategjia, sepse çfarë do të thënë ka avokat prezenca nesër e zotit Veliaj aty, është në favor të tij? Atëherë, prezenca nesër e zotit Veliaj është detyrim kushtetues, sepse zoti Veliaj nuk u dëgjua në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Duhet ishte dëgjuar. Është shkelje procedurale, nëse gjykata kushtetuese e merr parasysh të shkeljes procedurale është favor një nga, më thonë se armiket e zotit Veliaj, po mbron zoti Veliaj. Jo, po mbroj ligjin, po mbroj anën procedurale. Unë po flas atë që duhet, domethënë nëse do jemi me ligjin, do të flasim për ligjin. Fryma drejtësisë nuk varet nëse është armiku apo miku. Fryma drejtësisë është një frymë drejtësie. Po ti e mbështet zotin Veliaj politikisht? Jo, nga ana politike, në mënyrë absolute, jo. Zoti Erion Veliaj nga ana politike është një ndër njerëzit më manipulator të sistemit dhe shkalla e Ku e pek të manipulator? Po vetë fakti që këtu në studio më ke sjell mu dhe Mirelen që kemi pothuajse të njëjtën
mënyrë arsimimit dhe nesër shkojnë e po diskutojnë për një problem ku përballen zoti Veliaj dhe zoti Balluku, dy persona me arsim dyshimt. Tani atë zoti Balluku dhe këtu ke dy persona me arsim pa dyshimt. Jo zoti Balluku, zonja Balluku. Tregon që ne do të dyshojmë domethënë në këto pika. Jo, bëj lapsus, më do të them mua. Kjo nuk bën vetëm ti lapsus, bëj edhe unë. Po the zoti Balluku, thoj zonja Balluku. Po. Zoti Veliaj dhe zonja Balluku kanë qenë dy personat me arsim të dyshimt në karrierën e tyre politike. Nuk kanë formimin e shkollës mesme, nuk kanë formim, nuk e kanë deklaruar asnjëherë diplomat, Erin Velia ka votuar Sami Frashi? Nuk e ka deklaruar asnjëherë. Sami Frashi? Pjesën e atij kolegjit në Amerikë, pastaj ka shkruar vitin e 4 në Ka ngel një çik e mjergullt pjesa e arsimit të lartë që bëri një kolegj në Amerikë. Jo, dhe pjesa e arsimit mesëm, do nuk arsimit të mesëm unë e di që ka bërë në gjimnazin Sami Frashi, se ka qenë në një klasë, më duket me Jolida Tabaku. Tabaku me 3 vite, nuk ka marrë diftesë pjekurie. Do atë paktën do të thonë. Jo, mos e ngatron me Belindi, se Belindi t'ju bë. Nuk e di, dofta do. Belindi pati. Jo, avokatët me ngatroni vete, bën veta e ngatron veta e sjell e ngatron me Belindi lart diplom të laur. Ajo të më thonë që në gjuhën europiane latine quhet laura, i nderim për dijen që ke ne nuk kemi parë. Ajo ka qenë mirë, pjesë e arsimit lart, po edhe për Belindën unë asnjëherë se kam marrë vesh se çfarë arsimimi ka Belinda. Se di, zonja Balluku nuk e di fare. Për të tjerët i di për arsimimin e Belinda Balluku nuk e di. Unë nuk të kundërshtoj nëse ti ke fakte, por e para, ka plot politikan që edhe në botë Meloni është pa diplomë. Giorgia Meloni. Po ta deklarojnë që është pa diplomë. Jo të lartë. Po nuk e ka. Jo, ka pjesën e arsimit të mesëm për lingvistikë. Për anglisht, dhe anglisht e flet shumë mirë. Dhe një shumë mirë. Madje edhe statuset në faqen e saj bën në anglisht. Po tash jetojmë në Korea të Çuditshme, apo pse Italia duhet merret si shumë